Në qytetën e Orikumit, investimet në infrastrukturën e zonave bregdetare mbeten një nevojë urgjente, ndërsa bulevardi i qytetit është transformuar fal një investimi prej miliona eurosh, disa nga rrugët që shërbejnë plazhet publike vazhdojnë të jenë në gjendje të degraduar me gropa pluhur dhe amortizim të theksuar. Një prej segmenteve më problematik është rruga që nis nga kryqëzimi drejt Pashalimanit dhe vijon për rreth 1 kilometër deri në dalje të Orikumit. Pushuesit dhe përfaqësuesit e bizneseve shprehen për Blu Televizion se gjendja e saj po dëmton imazhin e zonës dhe po penalizon aktivitetin turistik në kulmin e këtij sezoni. Ne jemi të kënaqur me atë që është bërë për shumë nga bashkia shumë shpejt, ajo është ju e pat vetë, është shumë komode, me hijeshi, me ato pemët në gjitha. Këtu tani normale, të thash e mira nuk ka fund. Duhet investohet në ato vende që shteti fiton akoma më shumë. Nuk e di të keqe. Ti je banori i Orikumit? Po, banori i Orikumit. Sa vite ka kështu? Po, ka kjo. Po thuaj jam, 5-6 vite po. Mas më shumë. Po efektivisht, ka pengesa për mjetet? Ka pengesa për mjetet. Ti bën njëkohësisht edhe plazh këtu. Po. Si është të bësh plazh në këtë rrugë me zgurjeve, plurit, makinave? Tani që ke vështirë po. Ku të veni? Duhet rehabilituar. Unë i kam provuar të plazhet këto që të Bregdetit, faktikisht, po këtu për sa banën Orikum s'kam ku vetë më larg nga kaq. Po duhet rehabilituar si. Po duhet të rehabilituar, patjetër. Është e domosdoshme. E domosdoshme. I penalizon ato bizneset aty, pengon? Më mirë është, ai krande ishin çik më mirë, nuk. Ne ju lëm përshtypje të keqe. Sipas tyre nuk mund të flitet për turizëm cilësor, kur pranë plazhit publik kalon një rrugë amortizuar, ku qarkullimi i automjeteve ngërë vazhdimisht pluhur. Për këtë arsye, ata kërkojnë që fondet të orientohen edhe drejt rehabilitimit të infrastrukturës bregdetare, duke konsideruar këtë një ndërhyrje të domosdoshme për zhvillimin e qëndrueshëm të Orikumit.